Mirëmëngjes, përshëndetje dashur miq. Duke ju uruar një fundjavë sa më të bukur, sot me ju duhet të ndaj një moment historik. Duke marrë parasysh faktin që sot është data 8 nëntor, unë duhet të sill në mendje një moment historik. Data 8 nëntor 1921 është krijimi i Partisë Komuniste Shqiptare, ose sot Partia Socialiste e Shqipërisë, apo rilindja thoni si të doni. Më 8 nëntor 1921, organizatat komuniste të ndryshme në Shqipëri u mblodhen në Tiranë në dirigjimin, regjin apo organizimin e Partisë Komuniste Jugoslave dhe u krijua Partia Komuniste Shqiptare. Dy jugoslavët këtu si emisar të Partisë Komuniste Jugoslave, të dërguarit e Titos, ishin Miladin Popovici dhe Dušan Mugosha, të cilët ishin ata që dirigjonin dhe merrnin vendime për çdo veprim që bënin komunistët shqiptar. Padyshim që kjo ishte një ditë e shënuar për komunistët jugoslav, pasi këtu nisi përçarja, vllavrasja dhe shkatërrimi total i Shqipërisë, të cilat pasoja po i vuajmë ende sot. Miq, krijimi i Partisë Komuniste ishte shkatërrimi, ishte fundi i kombit shqiptar. Partia Komuniste Shqiptare nuk kishte si qëllim as organizimin ndaj fashizmit dhe as organizimin ndaj, kishte si qëllim marrjen e pushtetit dhe përvetësimin e tij për interesa të jugoslave, dhe koha e vërtetoi që Partia Komuniste Shqiptare u vu në shërbim të armiqve shqiptar siç ishin Moska dhe Beogradi. Padyshim që ndërta kishte edhe komunistë idealistë shqiptar të mirë, por shumica e tyre, me në krye Enver Hoxhën, ishin në shërbim të Beogradit dhe të Moskës. Se çfarë ndodhi më pas, tashmë të gjithë shqiptarët e dinë. Filloi lufta, filloi vllavrasja, filloi shkatërrimi, atentatet me njësitë guerrile që ishin grupe kriminale, siç janë sot grupe kriminale që vrasin apo grabisin qytetarët apo kryen akte të dhunshme, ashtu kanë qenë dhe grupet komuniste. Pra Partia Komuniste e Shqipërisë e nisi si grupim kriminal dhe sot po e vazhdon si organizat kriminale. Pra, nëse do të kthehemi nga 41 deri në 2025, Partia Komuniste, sot Partia Socialiste e Shqipërisë, është perfeksionuar, sepse nga një grupim i vogël idealistësh tek kështu me radhë, që kryen atentate ndaj patriotëve dhe zyrtarëve të kohës, sot është kthyer në një organizat kriminale ndërkombëtare, e cila i ka tentakulat e saj të shtrira në të çdo cep të globit. Dhe njëherë i kujtoj që sot është data 8 nëntor dhe sot ka lindur Partia Socialiste e Shqipërisë. Mos u gënjeni me propagandën e saj, jo në qershor të 91-shit, jo po historia e kësaj natyre. Ata propagandën e kanë pjesë të kulturës së tyre politike, e kanë pjesë të jetës së tyre, se ashtu siç kanë vrasjet, kanë vjedhjet, kanë grabitjet dhe shkatërimin e kombit shqiptar. Nuk besoj se do i ketë bërë dëm më të madh shqiptarëve në të gjithë historinë e këtij vendi se sa i ka bërë Partia Komuniste, sot Partia Socialiste. Vrasje, krime, dëbime, internime, shkatërrime dhe lloj-lloj perversitetesh, dhe së fundmi i ka futur shqiptarëve edhe ligjin mbi gjinin. Pra, shkatërrimi total i familjes, i shkërmoqja totale e familjes shqiptare. Ky pardije ka qenë akti i fundit i Partisë Komuniste Shqiptare me shkatërimin përfundimtar me ligj të familjes. Kaq për sot, miq. Mirupafshim.